Ish prokurori i Vlorës Aurel Zerka është liruar nga burgu me vendim të gjykatës së posaçme të apelit pasi ka përfunduar dënimin e dhënë ndaj tij në kuadër të dosjes së njohur si Toyota Yaris. Zerka u arrestua në qershor të vitit 2024 dhe më pas u shpall fajtor nga gjykata e posaçme për akuzat e korrupsionit dhe ushtrimin e ndikimit të palishëm. Fillimisht ai u dënua me 4 vite burg, po për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar, dënimi u reduktua në 2 vite e 8 muaj heqje lirie. Përveç dënimit me burg, ish prokurori mori edhe masa plotësuese që e ndalon të ushtrojë funksione publike për një periudhë 5 vjeçare. Hetimet ndaj tij dhe personave të tjerë të përfshirë u zhvillua nga SPAK bazuar në komunikimet e siguruara nga aplikacioni Sky ECC. Sipas organit akuzës, Zerka kishte komunikuar me ish oficerin e policisë gjyqësore Riola Daupaj për të ndikuar në trajtimin e dosjes Toyota Yaris si dhe në çështje të tjera hetimore në Vlorë. Prokuroria pretendoi se të pandehurit kishin ofruar dhe premtuar favore të palishme me qëllim ndërhyrjen tek funksionar të sistemit të drejtësisë. Dosja Toyota Yaris u bë publike në vitin 2018 pas sekuestrimit në portin e Durrësit të 3.4 milion eurove të fshehura në 2 automjete të përdorura që kishin ardhur nga Belgjika. Gjëja konsiderohet një nga rastet më të bujshme të hetuara për pastrim parash dhe korrupsion në sistemin e drejtësisë.